Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar nga afër punimet në bulevardin Skënderbeu në qendër të qytetit. Aktualisht në këtë segment rrugor për 1 kilometër po punohet një pjesë e segmentit që po riasfaltohet plotësisht. Kryebashkiaku Beci gjatë intervistës dhënë për mediat u shpreh se kjo është një ndërhyrje e planifikuar që vjen pas ndërhyrjes së Bashkisë Shkodër dhe Ujësjellës kanalizime për kolektorin në qendër të qytetit që zgjidh një herë mirë problematikën e përmbytjeve. Në këtë zonë, sa herë kishte rreshi shiu. Është një ndërhyrje komplekse në zemrën e Shkodrës, në bulevardin kryesor Skënderbeu, pasi kemi pas disa ndërhyrje në lidhje me kolektorin kryesor, kur siç e dini ka qenë një nga problemet e qytetit gjatë kohës së rresheve, lidhja e gjithë kanaleve, krijimi i një rrjetit të mirëfillt të kanalizimit ishte puna e parë e cila mbaroi. Dhe tani po vazhdojmë me asfaltimin e gjithë aksit, është gati 1 kilometër gjatësia e këtij aksi që do të përfundojë në 2-3 ditë. Sigurisht ka qenë një kohë pak pak problem me trafikun dhe kërkoj ndjesë banorëve për këtë periudhë, por besoj se është një nga investimet më të rëndësishme dhe dinjitoze do thoja për Shkodrën në këtë aks kryesor të saj. Në fund të muajit janar, ndërmarrja e shërbimeve dhe punëve publike e Bashkisë Shkodër së bashku me ndërmarrjen e Ujësjellës kanalizime nisën punën për sistemimin e plotë të rrjetit nëntoksor të ujrave të shiut në këtë zonë, i cili ishte kthyer në një problematik prej vitesh. Pas sistemimit të plotë të kësaj ndërhyrje, tashmë Bashkia e Shkodër ka nisur riasfaltimin e plotë të gjithë segmentit nga sheshi Demokracia përgjatë të gjithë bulevardit Skënderbeu.